Dhuna verbale, një plagë e padukshme që shkatron dinjitetin dhe mirëqenien psikologjike në shoqëri. Në realitetin e ndërlikuar të shoqërisë së sotme, dhuna është një fenomen i shumëfisht që prek individin në mënyra të ndryshme, duke filluar nga ajo fizike, e dukshme dhe e njohur ligjërisht, deri tek dhuna psikologjike dhe ajo simbolike, që shpesh fshihet pas formave të pranueshme të komunikimit, publik apo privat. Një nga format më të përhapura, por njëkohësisht më të neglizhuara të dhunës, është dhuna verbale. Një lloj dhune që nuk lë plagë të dukshme në trup, por që krijon dëmtime të thella në vetdijen, në ndjenjat dhe në identitetin personal të individit. Në epokën aktuale, të mbushur me sfida dhe ndryshime, ku komunikimi është bërë pjesë thelbësore e jetës së përditshme përmes medjave, rrjeteve sociale dhe teknologjisë digjitale, fjala ka marrë një fuqi të re, një fuqi që mund të ndërtojë, por edhe të shkatërrojë. Fjalët kanë peshë, ato formsojnë perceptime, krijojnë realitete dhe ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si individët e shohin veten dhe botën përreth tyre. Kur përdoren në mënyrë të dhunshme, ato shndërrohen në mjete kontrolli, poshtërimi apo përjashtimi, duke u bërë plagë të padukshme që dëmtojnë thelbin e qenies njerëzore. Ndryshe nga dhuna fizike, e cila është e menjëhershme dhe lehtësisht e identifikueshme, dhuna verbale vepron në mënyrë më të fshehtë dhe më të qëndrueshme. Ajo depërton në ndërgjegje, në vetvlerësim dhe në ndjenjen e sigurisë personale. Një fjalë fyese, një koment përçmues apo një etiketim i përsëritur mund të ketë efekt shumë më afatgjatë se një goditje fizike, sepse fjalët nguliten në kujtesë dhe formojnë mënyrën se si individi e percepton veten. Shpesh, ato bëhen zëri i mbrëmshëm i viktimës, që përsëritet pa ndërprerë mesazhin e dhunës që ka përjetuar. Dhuna verbale nuk kufizohet vetëm në hyrje të drejtë për drejta. Ajo mund të merr forma të ndryshme, si ironia, sarkazma, kërcënimet e nënkuptuara, talljet apo shpërfillja sistematike. Në shumë raste, ajo është e normalizuar në kulturën e komunikimit tonë. Prindrit që çortojnë fëmijët me fjalë të ashpra, mësuesit që përdorin ironi për të motivuar nxënësit, shefa që përdorin tone përçmuese për të rritur produktivitetin, apo politikanë që ndërtojnë diskursin publik mbi njollosjen e kundërshtarit. Këto forma të dhunës nuk perceptohen gjithmonë si të tilla, por ndikimi i tyre është po aq real dhe shkatrues sa çdo formë tjetër e dhunës. Për më tepër, në një shoqëri që shpesh justifikon gjuhën e ashpër si liri shprehje apo si sinqeritet, kufiri midis fjalës së lirë dhe fjalës që lëndon është bërë gjithnjë e më i paqartë. Kjo e bën dhunën verbale edhe më të rrezikshme, sepse ajo fshihet pas maskës së komunikimit të hapur. Në realitet, shumë njerëz që ushtrojnë dhunë verbale nuk janë të vetëdijshëm për dëmin që shkaktojnë, një fakt
që e përforcon më tej rrezikun dhe e bën ndërhyrjen shoqërore edhe më të nevojshme. Në këtë kuptim, dhuna verbale duhet parë si një dukuri që shkon përtej nivelit individual dhe familjar. Ajo është një problem kulturor, etik dhe social. Shoqëria që pranon gjuhën e dhunshme në publik, që duart troket debatet përçmuese dhe që argëtohet me ofendime, është një shoqëri që rrezikon të humbasë ndjeshmërinë njerëzore. Ndërtimi i një kulture komunikimi të shëndetshëm kërkon reflektim të thellë mbi natyrën se si përdorim fjalën, jo thjesht për të folur, por për të respektuar, për të kuptuar dhe për të ndërtuar marrëdhënie që nxisin mirëqenie dhe harmoni, jo përçarje e dhimbje. Fjala që plagos kur komunikimi humbet humanizmin dhe bëhet mjet pushteti. Në thelb, komunikimi është një akt human, një shkëmbim energjish, emocionesh dhe kuptimesh që lidh njerëzit mes tyre. Por, në një shoqëri ku gjua përdoret për të dominuar dhe jo për të ndërtuar, fjala humbet funksionin e saj krijues dhe kthehet në një mjet pushteti. Dhuna verbale lind pikërisht në këtë pikë, kur komunikimi pushon së qeni dialog dhe kthehet në monolog të dhunshëm, në fjalë që mbizotron e jo që kupton. Fjalët e ashpra, etiketime, sarkazma dhe tallja nuk janë shprehje spontane, por produkte të një kulture që shpesh vlerëson forcën mbi ndjeshmërinë. Psikologët e lidhin këtë fenomen me mungesën e inteligjencës emocionale dhe me zhvlerësimin e ndjeshmërisë morale në shoqërinë moderne. Në një realitet të mbi ngarkuar me tension, stres dhe mungesë empatie, gjua bëhet pasqyrë e kaosit të brendshëm. Prandaj, dhuna verbale nuk është vetëm problem i komunikimit, por simptome një krize më të gjerë etike dhe shpirtërore. Sipas filozofit francez Pierre, gjua ka fuqi simbolike. Ajo mund të krijojë realitetin social, por edhe të shkatërrojë atë. Kur përdoret për të etiketuar, për të ulur apo për të përjashtuar, ajo bëhet një akt i dhunës simbolike, që dëmton jo vetëm individin, por edhe strukturën morale të bashkësisë. Një fjalë e thënë me përçmim mund të minojë ndjenjen e përkatësisë së dikujt dhe ta detyrojë atë të përjetojë vetminë si formë dënimi shoqëror. Në këtë kuptim, dhuna verbale është shumë më tepër se një shpërthim nervash. Ajo është një akt shoqëror me pasoja reale. Në epokën e informacionit të rrjeteve sociale, ku çdo fjalë mund të qarkullojë në sekonda, përgjegjësia morale për atë që themi është më e madhe se kurrë. Një koment i papërgjegjshëm, një status ironik apo një video ofenduese mund të kthehet në një spiralë dhune që ushqehet nga reagimet dhe përforcimet përmes turmes digjitale. Prandaj, nevojitet një kulturë e re komunikimi që të rikthejë humanizmin në gjuhë. Edukimi gjuhësor nuk duhet të kufizohet në drejtshkrim dhe stil, por të përfshi edhe etikën e të folurit, respektin, empatinë dhe ndjeshmërinë për efektet që fjalët tona kanë te tjetri. Vetëm kështu, fjala mund të rimarrë rolin e saj ndërtues dhe shërues
në vend që të jetë plagë. Si që tha më sipër, dhuna verbale manifestohet në përditshmërinë tonë në forma të ndryshme, nga prindrit ndaj fëmijëve, nga mësuesit ndaj nxënësve, nga partnerët në marrëdhëniet intime, në vendet e punës, në institucionet shtetërore dhe më dukshëm se kur në diskursin publik dhe në mediat masive. Debatet televizive, komentet në rrjete sociale, retorika politike dhe opinioni i përditshëm janë kthyer në platforma ku fyrja, ironia, përçmimi dhe agresiviteti verbal po shndërrohet në normë. Ky realitet kërkon një analizë të thellë të ndikimit të dhunës verbale, jo vetëm si një dukuri komunikative, por si një problem serioz njerëzor, shpirtëror dhe psikologjik. Në rrafshin njerëzor, dhuna verbale prek thelbin e qenjes njerëzore, dinjitetin dhe të drejtën për respekt. Gjua, që në thelb është një mjet për krijimin e lidhjeve dhe për të ndërtuar ura mirëkuptimi mes individëve, kthehet në një armë që shkatërron këto lidhje, kur përdoret për të poshtëruar, etiketuar apo përjashtuar tjetrin. Në një shoqëri që promovon barazi dhe të drejta për të gjithë, përdorimi i gjuhës si mjet dhune është një paradoks dhe një dështim etike e komunikimit njerëzor. Fjalët fyese, komentet cinike, talljet dhe sarkazmat nuk janë të padëmshme. Ato përçojnë mesazhe të qarta të mohimit të vlerës së tjetrit. Në jetën e përditshme, këto forma të komunikimit janë shpesh të normalizuara, madje të justifikuara, si shaka, kritikë konstruktive apo mendim personal. Por, në të vërtetë, pas tyre fshihet një model komunikimi që ushqen diskriminimin, paragjykimin dhe përjashtimin social. Një formë veçanërisht e rrezikshme dhe përhapur e dhunës verbale janë thëshëthemet dhe shpifjet. Në thelb, ato janë një sulm verbal i tërthort, që shpesh fshihet pas dëshirës për të ndarë informacion apo për të diskutuar çështje të përbashkëta. Në realitet, thashëthemet përçojnë lajme, interpretime ose komente për të tjerët, zakonisht në mungesë të tyre dhe shpesh pa asnjë fakt të verifikuar. Ndërsa, shpifjet janë forma më e qartë dhe më e qëllimshme e dhunës verbale, pasi përfshin deklarime të pavërteta me synimin për të dëmtuar nderin dhe emrin e mirë të dikujt. Të dyja këto forma janë të përhapura jo vetëm në rrethana personale apo sociale, por edhe në hapësira publike, si rrjetet sociale, portalet e lajmeve, emisionet televizive apo në fushatat politike. Në këtë rast, dhuna nuk ka vetëm ndikim personal, por multipublikohet përmes publikut, duke e kthyer një incident verbal në një sulm të organizuar psikologjik ndaj viktimës. Individët që bëhen objekti thashëthemeve dhe shpifjeve përjetojnë një shturje të identitetit social, ndihen të stigmatizuar, përjetojnë turp, ankth, dërmim emocional dhe përjashtim nga komuniteti. Kjo
i jep thashethemeve dhe shpifjeve një fuqi destruktive, që është shpeshherë më e madhe se një sulm verbal i drejtë për drejtë. Gjithashtu, debatet televizive janë shembulli më flagrant i këtij fenomeni. Shpesh, në vend që të jenë formë të dialogut dhe shkëmbimit të ideve, ato degradojnë në përplasje të ashpra verbale, ku kundërshtari shihet jo si bashkëbisedues, por si armik. Ky model jo vetëm që nuk edukon publikun me frymen e debatit të shëndetshëm, por përçon një mesazh të qartë që dhuna verbale është një mjet i pranueshëm, madje i suksesshëm, për të fituar vëmendje dhe dominim. Aspekti shpirtëror i dhunës verbale është shpesh më pak i analizuar, por jo më pak i rëndësishëm. Gjua e njeriut është një pasqyrë e gjendjes së tij të brendshme. Mënyra se si flasim reflekton nivelin ton të ndjeshmërisë morale, empatisë dhe zhvillimit etik. Një individ që përdor gjuhë të dhunshme në mënyrë të vazhdueshme ka humbur jo vetëm ndjeshmërinë për tjetrin, por edhe aftësinë për të parë veten si pjesë të një komuniteti të përbashkët njerëzor. Nga pikpamja shpirtërore, dhuna verbale është një akt ndarës dhe përçarës. Ajo krijon një mjedis ku bashkëjetesa e respektueshme zëvendësohet nga klima e pasigurisë, e konfliktit dhe e frikës. Ky lloj mjedisi shkatron lidhjet ndërnjerëzore, dëmton harmoninë dhe promovon një kulturë të pashpirt të komunikimit, ku gjithçka lejohet në emër të lirisë së fjalës, pa marrë përgjegjësinë morale për efektet që shkakton. Edhe në jetën fetare dhe shpirtërore, gjua është thelbësore për të ndërtuar lidhje të shenjta me Zotin dhe me të tjerët. Një gjuhë e dhunshme është në kundërshtim të plot me vlerat thelbësore të dashurisë, faljes dhe paqes, që predikohen në çdo traditë shpirtërore dhe fetare. Ndikimi më i dukshëm dhe më i dokumentuar i dhunës verbale është ai në shëndetin mendor të individit. Psikologët dhe studiuesit e fushës së traumës kanë vërtetuar se gjua e dhunshme lë pasoja të thella në vetvlerësimin, emocionet dhe vetë identitetin e viktimës. Fjalët që përdoren për të fyer ose për të denigruar krijojnë një mesazh të brendshëm negativ, që individi fillon të besojë dhe ta përsërisë ndaj vetes. Gjithashtu, edhe fëmijët dhe të rinjët janë të ekspozuar ndaj rrezikut të dhunës verbale. Në mjediset shkollore, komentet ofenduese nga bashkëmoshatarët apo mësuesit mund të krijojnë plagë të thella psikologjike që ndikojnë në vetvlerësimin dhe zhvillimin e personalitetit të tyre. Për pasojë shfaqen simptoma si izolimi social, depresioni, ankth dhe në raste më të rënda prirjet vetvrasje. Edhe në mjedisin e punës apo në marrëdhëniet familjare, një komunikim i bazuar në dhunë verbale shkakton tensione të vazhdueshme, pasigurie emocionale dhe lodhje mendore. Në këtë mënyrë, dhuna verbale nuk është thjesht një problem i çastit, por një faktor kronik që ndikon në cilësinë e jetës dhe mirëqenien mendore të individit. Dhuna verbale është një nga format më të fshehta, por më të dëmshme të dhunës. Ajo shfaqet në përditshmëri, në biseda të zakonshme, në media, në shkolla, në institucione dhe në rrjete sociale. Edhe pse pa pasoja të dukshme fizike, ndikimi i saj në dimensionin njerëzor
shpirtëror dhe psikologjik është i thellë dhe afatgjat. Ajo minon dinjitetin, nxit përçarje, cënon shëndetin mendor dhe prish harmoninë shoqërore. Përballë këtij realiteti, është e nevojshme të ndërtojmë një kulturë të re komunikimi, që bazohet në ndjeshmëri, përgjegjësi morale dhe edukim emocional. Edukimi për gjuhën duhet të jetë pjesë e çdo programi shkollor, çdo formimi profesional dhe çdo mënyrë e të folurit publik. Mediat dhe institucionet kanë një rol të rëndësishëm në formësimin e një komunikimi të shëndetshëm dhe modelues. Vetëm përmes ndërgjegjësimit dhe angazhimit të përbashkët mund të zbusim këtë plagë të padukshme dhe të ndërtojmë një shoqëri ku fjala të jetë mjet ndërtimi, jo shkatërrimi.